Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Jemi në muajin e Ramazanit, në muajin e mëshirës, në muajin e begative. Jemi në muajin të cilin Allahu Dhul Gjelal na e dha si mundësi që ne në këtë muaj të punojmë me vetët tona, të përmirësojmë vetët tona, dhe të mundohemi që sot të jemi një besimtar më i mirë se sa ai që ishim dje. Andaj, në këtë muaj të Ramazanit, ne duhet të mundohemi që të arrijmë në qetësinë të cilën Allahu Dhul Gjelal do që ta ketë besimtari. Të nderuar shikues, ne jemi në muajin e Ramazanit, një muaj i mëshirës, i faljes, i shpëtimit nga zjarri i xhehenemit dhe i mundësisë për ta fituar xhenetin e Allahut. Andaj, ne jetojmë në një kohë, ne jetojmë në një epokë shumë dinamike. Gjërat lëvizin tepër shpejt dhe njeriu është i preokupuar me dunjan. Andaj, duhet të jemi shumë të kujdesur, sepse njeriu është i krijuar që njeriu të jetë mëkëmbës i Allahut në tokë. Andaj, fjala mëkëmbës na mëson se njeriu duhet të jetojë me rregullat e Allahut Dhul Gjelal, e jo ai të fokusohet më shumë në dunjan dhe të harroj ahiretin. Andaj, ne jetojmë në një kohë ku njeriu është i preokupuar më shumë me të nesërmen. Njeriu angazhohet, mërzitet, shqetësohet se çfarë do të ndodh nesër. Mërzitet për riskun e tij, mërzitet për shëndetin e tij, dhe mërzitet për gjithë shka që e rrethon atë, përfshirë familjen, përfshirë shokët e tij, që nesër çfarë do të ndodh. Andaj, kur njeriu ta kuptoj se nuk është ajo e cila e sjell rahatin në trupin e tij, në zemrën e tij, në shpirtin e tij, ajo e cila ai e ka në dorën e vet. Por Allahu Dhul Gjelal na ka mësuar se njeriu arrin ta ketë shpirtin e qetë, zemrën e qetë, trupin e qetë, mendjen e qetë, atëherë kur ai e pranon se njeriu duhet ta besoj caktimin e Allahut Subhanahu wa Ta'ala, sepse njeriu duhet që ta pranoj caktimin e Allahut, sepse ai cakton gjithçka. Allahu thot: "Faqadarna fa ni'mal qadirun", ne përcaktojmë dhe sa mirë i përcaktojmë sendet. Andaj, dije, ti duhet të jesh i qetë. Ti vëlla i dashur dhe motër e nderuar, duhet të jesh i qetë. Njeriu duhet të jetojë jetën me qetësi, mos u brengos për të nesërmen. Allahu ka caktuar çfarë do të ndodhë të nesërmen. E ti puno me drejtësi, respektoj urdhrat e Allahut dhe mos haro asnjëherë se njeriu duhet të jetojë sipas rregullave të sheriatit, rregulla që Allahu Dhul Gjelal e di më së miri pse i ka vendosur, sepse ata janë për të mirën tonë. Njeriu nuk duhet të harrojë se pejgamberi alayhi salatu wassalam na tha: "Ajaban li amri al-mu'min", sa çuditshme është çështja e besimtarit. Çdo gjë për të është e mirë. E nëse e godet ndonjë e mirë, ai falenderon, gëzohet dhe kjo është mirë për të. E në qoftë se atë e godet një fatkeqësi, ai bën sabër, duron dhe thot pejgamberi alayhis salam, edhe kjo është mirë për të. Andaj, ne duhet të jemi ata të cilët duhet ta kuptojmë në këtë muaj të Ramazanit se ne jemi krijesa të Allahut dhe kjo botë është e përkohshme. Njeriu nuk e bën të qiet pasuria, njeriu nuk e bën të qiet fama, as pushteti. Përkundrazi, përmendja e Allahut sjell qetësi në zemër dhe në shpirt. Allahu Dhul Gjelal në Kur'an thot: Bismillahirrahmanirrahim.
Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtet, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Andaj, kur njeriu ta kujtoj këtë, do të jetë i vetëdijshëm se qetësia arrihet vetëm nëpërmjet përmendjes së Allahut. Por nuk mjafton vetëm kjo. Njeriu duhet që të falë namaz. Andaj, kur besimtari falë namaz, ne duhet të jemi pasues të shëmbëltyrës së njerëzimit Muhammedit alayhi salatu wassalam. E ai kur lodhej dhe donte që të qetësohej, donte që të pushoj. Ai falte namaz. Ai nuk lodhej në namaz. Ai nuk bezdisej me namaz. Ai qetësohej në namaz. Andaj, duhet ta dish, sepse ne jetojmë në një kohë dinamike, andaj jetoj i qetë, çfarëdo që të preokupoj, çfarëdo mërzie që të kesh, dije se një shoqëri e cila kthehet te vlerat e veta, ajo me të vërtet shëron plagët e mëdha. E vlerat të vërteta janë ata të cilat janë vlerat hynore. Andaj dije se Allahu Dhul Gjelal në Kur'an thot, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ma'al usri yusra. Allahu thot, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Andaj, porosia ime për të gjithë ju teleshikues është në këtë muaj të Ramazanit, ruani qetësinë, punoni që të arrini qetësinë shpirtërore, po edhe trupore. Zemra juaj të jetë e qetë dhe e përkushtuar në adhurimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj, jeto këtë muaj Ramazani sepse është shansa yte me qetësi dhe përkushtoju Allahut me ibadet, dhikër, adhurim, punë të mira, urdhëro për të mirë dhe ndalo nga e keqja. Andaj, Allahu Dhul Gjelal na i pranoft të gjitha ibadetet tona, agjerimin ton, dhe le të jem punët tona të mira, ata të cilat do të dëshmojnë për ta fituar shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.